falenderimin më të veçantë e kam për të vetmen opozit që unë vazhdoj të mos arri ta mund dot. Por shqyr që më pranon në qeverinë e unitetit, Linda Ramën, maman e paepur të Zaus, nënën kryelar të Reas dhe shoqen besnike të Gregut. Linda është shtylla që i mban në fakt 4 këndët e këtij tavani. Shumë faleminderit grua dhe besoj se mund të flas edhe në emrin tënd, duke falendëruar Zaun, i cili na ringjitur si bateri me energji diellore. Kjo fitore me notën 10, të cilën e kisha në fakt parandjerë dhe parandëruar prej shumë kohësh, mund t'jetë e pabesueshme për ata që as e kanë kuptuar që Shqipëria sot është një Shqipëri krejt tjetër nga ajo dje, dhe as nuk duan ta kuptojnë që ky popull nuk ka për ta ndryshuar kurse si qeverinë që ka, pa ndryshuar më parë opozitën që s'do. Po kjo fitore nuk është hiç e pabesueshme as për mua që e kam kërkuar për ditë. Qysh 4 vjet më parë, në momentin kur sapo kam zbritur nga podiumi që ishte këtu në mbrëmjen e fitores përparshme, dhe nuk është hiç e pabesueshme as për gjithë ata që nisur edhe nga shumë këtu, duke filluar nga drejtuesit politik të qarqeve, që bashkë me mua punuan shumë fort 4 vjet me radhë për ta sjellë në shtëpinë tonë rezultatin historik të 11 majit. Koha do ta thotë nëse rezultati i kësaj përballje me kundërshtarët tanë të kahershëm dhe të pandrejshëm është në fakt rezultati i një përballje përfundimtare me historinë tonë të mundimshme, në kushtet kur na ra neve shansi t'ia ndryshojmë përgjithmonë rrjedhën historisë. Gjithsesi, në kryqëzimin mes një palë zgjedhjesh politike për partinë që do qeverisë 4 vjet të ardhshme dhe një mundësie historike që Shqipëria 2030 të bëhet zonjë antare e familjes bashkuar europiane, ne u bëm partia që e mishëroi fuqishëm mundësinë historike në sytë e shqiptarëve që duan zonjën Shqipëri në sofrën e BE-s dhe vetën e tyre qytetarë të barabartë Bashkimit Evropian. Të tjerët u munduan të na rendin pas me sharje lebetitse dhe me premtime uleritse, por dora dorës mbetën mbrapa, derisa mbetën shumë mbrapa. Megjithatë, edhe pse rezultati përfundimtar s'ka dalë akoma, mbase s'mbetet krejt i njëjti, unë dua t'i përgëzoj udhëheqësit e partive të vogla opozitare, të cilët bën betejat e tyre jo të lehta dhe i mbijetuan presionit jo të vogël të ajrit mes forcave të mëdha kryesore. Uroj që të mos ecin më tej në gjurmët e opozitës vjetër dhe të falimentuar totalisht, po të gjejnë mënyrat dhe të gjejnë durimin për të rritur si alternativa dhe jo si volume zanore në mexhelisin ton politik. Mandati që ne po mbyllim ishte deri tani mandati më i fortë qeverisës së një partie politike. Qysh prej vitit 1992. Ndërsa ky që sapo na kanë dhënë shqiptarët do t'jetë një mandat politikisht po aq i fortë sa ai i atij viti kthese në historinë politike të Shqipërisë pikërisht në 1992. Dhe ne do të bëjmë të pamundurën që ta bëjmë edhe një mandat po aq domethënës edhe historikisht, duke i mbyllur brenda vitit 2027 negociatat për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe duke vendosur karrikën e Shqipërisë në tryezën e madhe të familjes europiane në vitin 2030.
Koha e deshi që në këtë shesh Skënderbeut, kërthizë e Europës Ballkanit dhe xhevairi kryeqytetit tonë europian, ne t'ua kërkojmë shqiptarëve, na e besojnë ne, administrimin e shansit historik të bashkimit me Europën dhe ndarjes pa kthim një herë për gjithmonë me Azinë, të cilin fati pikërisht në këtë kohë e solli në duart e Shqipërisë. Dhe shqiptarët na e plotësuan kërkesën me një mbështetje po aq kuptim plot sa sfida e madhe që na risollin këtë shesh sot, si bartës të mandatit më të rëndësishëm dhe më sfidues të Partisë Socialiste, qyse të paktën unë jam kryet saj, një mandat i fuqishëm sa nuk ka, ama për të fituar një bast historik sa nuk ka. Me Europën për Shqipërinë dhe me Shqipërinë për Europën. Ky është një mandat për të bërë një me fatin europian që kalorsi mbi kokat tona, profeti ynë kombëtar Gjergj Kastrioti na e përcaktoi si fatin ton të patitërsueshëm dhe që pasti brezat tërë shqiptarësh e bartën duke e fshehur, duke e nxjerrë përsëri, duke e mbuluar, duke e rizbuluar përsëri, duke e mohuar me gojë, duke e ripohuar me akte, në kalvarin disa shekullor për mbijetesë. Derisa rilindësit tanë, herojtë e pavarësisë, luftarët e mendimit patriotik shqiptar, na e lanë të shkruar me alfabetin shqip dhe të stampuar në flamurin e kuq me shkapën dy krenare, përmes një odiseje të pafundme, kapërcimi kora shtypse dhe mjegullash verbuse, që për ne dielli lind andej nga Perëndon dhe askull tjetër. Ky është një mandat për ta mbartur me shpirt ndërdhëm gurin e pavarësisë, të drejtësisë dhe të barazisë para ligjit, derisa të mos e luaj më topi nga themelet e ngrejinës europiane të shtetit shqiptar, ku fantazmat e pandushkueshmërisë nuk do të gjejnë më kurrë vend. Ky është një mandat që shqiptarët na e besuan ne në një kohë kur gjëmimet dhe kanosjet e luftës dhe rëmuja e re gjeopolitike paralajmëron kohë me sfida të mëdha përpara. Sepse shqiptarët e dinë se vetëm ne dhe askush tjetër mund ta udhëheqim Shqipërinë në një kohë të tillë, pa humbur busullën dhe pa humbur ritmin. Ky është një mandat për një sfidë historike e cila na imponon të bëjmë çmosin për të qenë sa më të bashkuar dhe sa më të vetëdijshëm për fatin që na ka ardhur në dorë, po nuk na ka ardhur për gjithmonë. Prandaj na takon ne të japim fund historisë së një populli dorës dytë, të nëpërkëmbur dhe të përjashtuar nga fati i vet, dhe t'i dorëzojmë fëmijëve tanë një vend brenda kufive të Bashkimit Evropian, ku askush më kurrë të mos e shoh shqiptarin si të huaj dhe ku shqiptarët të jenë përgjithmonë zot barabartë shtëpie. Ky është një mandat për një Shqipëri të re, me një pozicion dhe fuqi të re, për të cilën ne do të arrisim prodhimin kombëtar nga 25 miliard euro që e kemi sot në 35 miliard euro. Do t'i rrisim të ardhurat për frym nga 10.400 euro që i kemi sot në të paktën 15.000 euro. Do të arrisim pagën mesatare në sektorin publik nga 1.000 euro që i kemi sot në të paktën 1.200 euro. Do të arrisim pagën e përgjithshme mesatare nga 830 euro që i kemi sot në mbi 1.000 euro. Ky është një mandat ku ne do të jemi më pranë se asnjëherë pensionistëve, me synimin që ta ngrem pensionin minimal në 200 euro, ndërkohë që pagën minimale do ta ngrem nga janari 2026 në 500 euro. Dhe në Shqipërinë 2030 paga minimale do të jetë të paktën 650 euro. Ky është një mandat për Shqipërinë turistike, me investime shëmbullore të nivelit më të lartë nga veriu në jug dhe me Tiranën si platformë, një koleksioni
spektakolar të arkitekturës. Ky është një mandat për Shqipërinë me një industri të rilindur ushtarake dhe me industri të zhvilluar agro-ushqimore. Ky është një mandat për Shqipërinë me një nivel ende më të lartë sigurie dhe rrugë kombëtare, qytetet mëdha e shkolla të mbuluara me kamera inteligjente për sigurinë e të gjithë fëmijëve tanë rreth parë. Ky është një mandat për Shqipërinë me një qendër shëndetësore rajonale ekselence në kompleksin e QSUT-s dhe një spital ultramodern Gjeneralës Fundit në zonën e Durrësit. Ky është një mandat për Shqipërinë me një universitet evropian mjekësie dhe me një nivel të ri mbrojtje të mjedisit dhe administrimit mbetjeve. Ky është një mandat për Shqipërinë me shërbime ende më moderne për qytetarët digjitale, me një arsim ende më të zhvilluar digital, me parqe të zhvilluar digjitale dhe me një ekosistem shumë më të zhvilluar digital. Ky është një mandat për Shqipërinë me korridorin blu dhe korridorin e 8 që do të hyjnë në operim, me portin e madh tregtar të Durrësit që do të hyjë në operim, me portet turistike në operim, me të 4 aeroportet në operim dhe me kurudhat kryesore në kantier.